Sot vëllezër e motra kam bën mend t'ju shpjegoj një fjalë të kahershme të kamotshme Iliro Pëllazgë që lidhet me protestën e sotme edhe me Edi Ramën. Vëllezër e motra, Edi Rama me këto që bën, ai kujto që do të heq vëmendjen e njerëzve nga protesta dhe do të largoj protestën, për shembull vishat me opinga, që të merren njerëzit me opingët e tij, ose pagun heq shtetit 4 milion euro, e dini çdo thot 4 milion euro, i do ja fal një byllësiu nga Amerika, që njerëzit merren me këta, edhe ai kujton se po e shun protestën, përveç se i jep energji e karikon. Tashti, ç'do të thot karikosh? Një fjalë vjetër e lashtë që moshme, Pëllazgë Ilire. Karikimin e lidhi me gjanat elektrike, me energjin. Për shembull ka bateria e makinës apo e telefonit, edhe në aty në prizë dhe karikon. Mirë po kur është përdor kjo fjalë, e karikoj sot e 2-3 vjet, ka pas kuptim tjetër, ka pas atë që boni Edi Rama sot, që i fal energji, një turme, e elektrizon, një turme, e ngre pesh. Po mirë, po që patën mend Ilirët? Ato kanë pas mend karikimin e arit. Pra, ta kosh me energji që ta ngresh për pjetë. Karikoj, më falni për shprehjen se më thoni që e basërtoj gjuhën shqipe sa më jo. Është se thon si thonë saj larishmëria, po e kam lafin shumë llojshmëria, se i kam haru fjallet, edhe më tingëllojnë qesharake dhe nuk e di tham tamam. Por është ajo fuqia, fjalë formuse e Shqipës që ka qenë që në kohët më të hershme të njerëzimit, aq poetike. Nga herë duket edhe banale fare, po ka pas kuptim, ama. Ka pas kuptim. E karikoj me laf ajo femra, e kojarin, edhe i dha energji, e elektrizoi. Edhe kë, pra, se këto aparaturat elektrike, korrendi janë shpik shumë vonë, janë shpik të shtik. Fjala karikim ka qenë me mira vjet. Qindra mi boj qefi në Xhavat Lloshit. Pra, e karikon, e kon do më thonë me ku, mi dhon sis, mi dhon rëshqim, me ku, mi dhon me luk, e koj. Karikoj, e ka ku ajo, ato arin edhe është lujdari për pjetë, ka bon energji. Ja pra, këta boni kë Edi Rama, kë pederasti jonë, çdo gjë që bën kë mendon me vetën e vetë, që ky po e shun protestën dhe po largon urrëtitjen, përqendrimin, vëmendjen, qoftë të kombit, qoftë të medjeve ndërkombëtare dhe qeverive ndërkombëtare nga protesta, por në fakt ai vetëm po e karikon protestën akoma dhe më shumë. Po shtohen piskliqet çdo ditë, po i del fallë se ky pederast nuk bën gjë tjetër veç se e karikon, janë ngërë, më falni, protestës akoma më shumë, që do t'ja çaj rëndelen, do t'ja çaj si gamori lepurit, si kur t'ja hy gamori, ai gamori lepurit, do t'i shkojnë Gormaz. Edhe këti pederastit, karikoje turmën, karikoje, po ka për t'a çu rëndelen, ka për dalë në Gormaz, ka për të shpërtallu kjo protestë. Sa më gjoka,